El-istiadhe. Istiadhe është prej foljes audh. Esta'idhu, e'udhu, a thu e'udhu billah. Allah ka thënë festa'idh, kërkon mbrojtje prej Allahu Gjelle Gjelalu. Audh është mbrojtje. Audh është tërhim, me qëti dikush me një vend edhe me të mbrojt. Esta'idhu është kërkoj mbrojtje. Kërkoj mbrojtje. Dhe Ibn Kathiri këtu i ka pru disa margaritar shumë të çmuar. Edhe ka cek pse Allahu Gjelle Gjelalu duke e lexu librën e fjalën e tij, e cila është fuqia më absolute që ka ekzistuar, është sifati i tij, megjithatë ka kërkuar mu mbrojt prej shejtanit. Mu mbrojt prej shejtanit. Dietar kanë thënë sa i përket kërkimit mbrojtjes, pra e'udhu billahi minash shaitanir rajim, me ixhma nuk është Kur'an. Me ixhma nuk është Kur'an. Sepse kur vinte Bismillahirrahmanirrahim, do ta shohim polemikën e ulemave, a është Bismillahirrahmanirrahim pjesë e sureve apo është jashta sureve? A është pjesë e sureve apo jashta sureve? E'udhu billahi minash shaitanir rajim, me ixhma nuk është pjesë e sureve. Pra s'ka polemiket këtë mesele. Ka thënë Allahu Jalla wa Ala, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani ar-rajim. Kur ta kërkojsh leximin e Kur'anit, ngritesh me lexu Kur'anin, kërkon mbrojtje prej Allahu Jalla Jalaluhu. Disa prej dietarëve, thot Ibn Kathiri, kanë përmendur se duhet me thonë masi ta krysh leximin. Dhe ka thonë kjo është jashta normales. Jashta normales. Pra, se shisha vëtë Allahu Jalla, fa idha qara'ta al-Qur'an, kur ta lexosh Kur'anin, prej për jashtë, do këtë se masi ta krysh, henez me kërku mbrojtje prej Allahu Jalla Jalalu. Sikur që ka thënë Allahu Tebareke wa Teala, fa idha kumtum ila salati faghsilu aydiyakum. Kur ngriteni për namaz, lani duart e juve. E tash, kjo ajet me ixhma kur ngriteni për abdes, për mu fal, a duhet me mor abdes masit falmi, a para? Para. E njëti sijak, e njëti kontekst ka arë në këtë ajet. Andaj thot Ibn Kathiri, është absurde me kërku mbrojtje masit lexojsh. Është absurde me kërku mbrojtje masit lexojsh. Edhe pse ata që kanë thonë kështu, kanë thonë se masit të lexojsh Kur'anin, kërkon mbrojtje prej Allahut, mos mi ti përzi meselet mësane shejtani. Me thonë, e çka ajet, çka deshti me thonë? Ta shtini shobe. Edhe pse na themi edhe se pi përpara e ka këtë qëllim. Se njeriu kur kërkon mbrojtje prej Allahu xhallahu ala, çka kërkon? Kërkon që mos ja përzije shejtani ajetet. A ki pa njerëz, saqë ka njerëz që lexon Kur'anin Allahu xhallahu ala dhe bën kufër. Allahu na rujt. Allah e ka përmendur këtë Kur'an. Se Kur'ani ja ushton qafirave, çka? Hasretin. Ja ushton humbjen, ja ushton disfatën. Pse? Sepse shejtani manipulon me ata. Dhe ju e dini se ka shkolla të veçanta për ta gjetë kontradiktën e Kur'anit. Ka shkolla të veçanta, janë ngrit, paguhen, financohen dhe sistemohen vetëm e vetëm për çka? Për ta gjetë kontradiktën e Kur'anit. Do të thonë, kush është ngrirje këtyre? Shejtani. Shejtani në krije me ata. Andaj, kuptimi i ajetit është kur ta lexosh, pra kur dëshiron me lexu Kur'an, fillimisht thuj a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Tash, a është obligim me thonë a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim apo jo? Nga sa ajeti thot, kur ta lexosh, kërko. Kërko është urdhër. Urdhëri ngërthen obligueshmërinë. Kur thoj Allahu bane, fillimisht çka kuptohet? Domosdoshmëri. Pastaj kalon në pëlqyeshmëri. Pastaj kalon në më mirë është me bëhe. Andaj dietarët kanë polemizuar. Shumica sahabeve, shumica tabiinëve, shumica tabiinëve dhe shumica e mëdhëbeve janë në mendimin se kërkimi i mbrojtjes është mustahab, është i pëlqyeshëm. E nëse thot dikush po atëherë si ka ardhur urdhër, nga se Ibn Hazmi, Allah më shëroft, ka thënë kush thot se është e pëlqyeshme me lexue e'udhu billahi minash shaitanir rajim para leximit të Kur'anit, ai se ka marrë vesh këtë ajet. Nuk e ka marrë vesh këtë ajet. Se urdhën e Allahut e ka zbrit në pëlqyeshmëri. Mirë po, dietarët këtu du ta cekin një meselë. Është shumë e rëndësishme. Nëse ku të vim te urdhat e Kur'anit, do ta shohim si vijnë dietarët e morin urdhën dhe thonë, po kjo forma është urdhër, ama nuk është obligim.
Kjo forma është urdhër, ama nuk është obligim. Si vallë, dietarët më mend. Asnjëherë nuk e hedhin poshtë ajetin. Asnjëherë nuk e hedhin poshtë hadithin, nëse jo është sahih ata. Kur nuk e hedhin poshtë. Krejt çka ndodh për polemikës është bartja e këtij ajetit në cilën fush bie. Pra kur thojë dikush bandë një punë, çka do të kupton për ti? Mundesh me kuptuar që patjetër me bë. Po mundesh me kuptuar se mirë është me bë. Po mundesh me kuptuar edhe më poshtë se sa mustahab, e cila quhet në gjuhën arabe irshad. Për shembull irshad, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të ngritesh për në mëngjes me fal sabahin, ka thënë falë një herë 2 rekat sunet. Pastaj pusho pak. Shtriju pak, pusho. Thot të gjë. Shtriju, pusho. Domthon e vendos dorën, edhe pushon, pastaj ngritu dhe fale farzin. Pastaj ngritu dhe shkon fale farzin. Dietarët kanë thënë, shumica dërmuese dietarët thonë, mushtrim mas falës sunetit, çka është? Hadithi thot urdhër, shtriju. Ama thojnë jo, as mustahab nuk është. Në dikush mundet me i falë sunet, edhe nuk është vjen xhami dhe i falë sunet. A duhet mu shtri, pastaj mu quë, pastaj me falë farzin? Jo. Ka thënë është irshad. Çka do më thënë irshad? Udhëzim për një veprimtari e cila të ban mirë tije. Ibn Hazmi këtu ka pak një problematik. Nga sa ai nuk i ka shikuar shumë shikimet e dietarëve. Ibn Hazmi nuk i ka shikuar shumë shikimet e dietarëve. Pse përmendni këta? Dhe dikush i lexon te Ibn Hazmi dhe pastaj vjen ama Ibn Hazmi ka thënë diçka tjetër. Jo. Ibn Hazmi nuk i shikon trajtimet e dietarëve. Në këtë rast, pejgamberi kur ka thënë alayhi salatu wassalam, shtriu mas sunetit, çka i bie? Pra, i fal sunet, njeriu në mëngjes çka? I trullaft. Ka nevojë për mu kthjell. Pra, falë sunetin, edhe pusho pak, të kthjellësh mirë, edhe të ngritesh ta falësh farzin. Ndërsa nëse e morë në shprehjen buk fal, i bjen urdhër. Derisa Ibn Hazmi ka thonë, kush nuk shtrihet me pushu mas falës sunetit, si pranohet farzi. E kjo është tashaddud, kjo është skajshmëri e tepër. Derisa Ibn Taymija e qunë këta shudhudhet, këta e qunë abnormale, jashtë normale sa kjo. Kjo nuk e ka kuptu. Sigur që, për shembull Ibn Hazmi, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la yabulanna ahadukum fil ma'i ar-rakid. E përmenëm në fiqh atje, mos urinoje dikush në ujin i cili nuk lëviz. Ibn Hazmi ka thonë, mos urinoje, do me thonë, mos ta baje drejt për drejt urinën. Po nëse e ban me një shishe dhe e derdh në një ujë i cili nuk lëviz, uji është i pastër. Pse? Se s'ka urinu drejt për drejt. Qa ka dallim mes urinimi drejt për drejt dhe marrjes së urinës dhe derdhjes në një ujë i cili nuk lëviz? Urina do të gjendjet ka me dalë në ujë. Mirë po Ibn Hazmi është ka thënë ja, i ka thënë mos urino. Asaj përket me e kap një burë, me hedh, me urinë në një ujë tjetër, ka thënë se ban të ndyt atë ujë. Pse? Se s'ka urinue, po e ka nxjerr prej shishës. Kjo është abnormale. Se pejgamberi nuk e ka për qëllim këta. E ka për qëllim mos me ndyt ujin, pa më parasysh a urinove drejt për drejt. A e more urinën e qi? Do më thonë, urdhë këtu e ka për qëllim irshad ose mustahab. E ka për qëllim pëlqishmëri. Pëlqehet që njeriu, argument tjetër është kur ai bedeuiu i cili s'ka ditë mu fal namaz, e dini, një njeri ka hyrë në xhami dhe ka filluar mu fal namaz. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë ulur. Edhe kur ka ardhur te pejgamberi mi dhon selam, "Assalamu alaykum ya Rasulullah", ka thënë irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ka thënë shko ktheu edhe një herë falu se ti s'e fal. U kthi. Fali. Prapë u kthi ti javë selam, tha ktheu se ti s'e fal. Prapë u kthi, prapë e kthej. Dhe tretën herë çka i tha? Tha ja Rasulullah, wallahi ma uhsinu ghayra hadha. Tha wallahi ya Rasulullah s'di ç'është përveç se ç'saj. Ç'është ç'do s'di ndryshe. Atar pejgamberi alayhi salatu wasallam e mësoi çish mu fal. Në këtë mësimin çka ja ka bëu pejgamberi këtij njeriu, nuk i ka thonë, masi i ka thonë kebir, i ka thonë lexo Fatihan. Pra direkt e ka thënë në sure. Nuk i ka thonë thuj a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Kjo është argumenti i shumicës dërmuese të ulemave se a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim në para fillim të sureve është e pëlqyeshme. Edhe pse dietarët kanë thënë pasojat e mos thënë mos a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim janë të shumta.
Andaj kjo është ajo që e kam përmend dietar.